Me mrama dëgjues të dashur, mirë se vini në Radio Dugaxhini me mu Fesionikun. Jena këtu në emisionin më të ri në Shqiptari Or Studio me mu Fisin. E kena për mas edhe DJ Enzin. Për mas e kena që aty një ekip, një duar trokitje, këtë juve që keni ardhur. A një duar trokitje ma të furë, dhe pse nuk vreni këtu, po bilem ju po. Me neve është një ndër artistët edhe reperat ma me potencial edhe ma të talentum të Kosovës, se anë i Shqipni nuk është që kom hullum tu bjën. Me neve që ja përmena emnin është Bjondi, Gji. E i qapu në fes, pa nderi për fejt. Ku je i Bjondin. Do më kishën pa më battle qishtë. Para me në të Bjondi e të shëkon zë shkan. Po që ta shti ka zë shkoni jëm të shku. A që ne ka zeshti. Për ndryshë për këtë ata që se din, emni Really Bjondit është art. Je. Do me thonë të pe fillimet e këtë ditë që jeni fara artisti, ha? E kanë ditë, se akum lon vetët. Shqyqër se ki emnin me kuzhina, i sanë se ishe bu kuzhinjere. Kur qysh me ka tim si jam. Për një me, vrejet, atë kështë sanë kur. 4 vej, veç. Bjond, apo na tregon pak për kretë ata që se njohin që veç të kanë një të knu, të bo rap. Okej. Kalzëna kush o Bjondi? Pa i Bjondi është një artist 24 vjeqari Prishtinës, si Bregu Dillet, bëj pop, mati bëj, adin shkruj mati pe fillorës, po kove të fundit, qëtu 2 vjetë e fundit, 3, akum njës me morë pak ma seriozisht. Why not? That's it. A mon men Bjond herën e parë kër je dashuru me repin? Adin qysha, puna veç e kom një herë Eminemin, edhe kom ditë që qaj po du mu bo. Veç do me thonë me të porën, ja, kom pos, dikosh e ka pos mu bo piljate që se unë e repere kom pos qëllimin, pe i vogën. Edhe i kom pos kitë ma ollës që ashtu, Ellen Lunin, kitë që aty i kom pos. Bashkë të po du me dollë, se sa në Hilli po prodhen Bregu i Dillit, po prodhen shumë repera. Qa kotë veçanë Bregu i Dillit? Për pas që janë kuder. Adin qushe me në jonë kitë punë. Tash hip-hopja muzike kejt po është edhe kompetitive shumë. Edhe kur kitë ashte repera për shembull nuk ka veç Linelli ose Luni, është Lumi B, është Skivi, është Kozmeni, Blondi, plot, adin që nashta mon nuk jam në breg, po puna kompeticione ka bod të se cili artist me pru ma të mirën pej vetës me nëzirë. Menimi jam tash. Unë e menoj që këta të Bregu Dillit të hecë të nolë zë s'kam pas qa me bo kanë repovat. Edhe jëmë bo repera. Qajo për në me. Të shëtë kohë që ma ka qenë, rrasë të shëtë bo repera kërë, ha? Ja, se i kishim pos kitë që aty. Sa merë këshilla vej këtë në artistave të Bregut, a jeni heqë të ofërt? Po, jo, jena të ofërt, këshillan, tash s'podi, adin ma shumë e shijojna që a bën njoni tjetëre, se cili e ka tripin e vetë, kërkush nuk është i ngjashëm me njoni tjetrin, për pas storjeve që janë ngjashme se janë qasoj ma holla, vedin. Se kështu këshilla, vish nësë është nevoja naj kong, qëtu s'po një është mirë, naj që se ndroqe teknika, që apo di, që se sa nëse kështu këshilla, naj sen të aron, ja. Cila një storje shumë interesante që e ki growing up të rrit në Breg? Storje, se kom sot dush. Sot dush, ha? Në Breg. Paj që një storje po da kalzoj, jena kon të pi kafe, pe kërkajt, ka orë njoni me kalash ka gju. Kure? Po valoj në loj me gjithë kone ki. Kështu pe kërkajt, qysh na kon të nejtë si mas miri. A, ma të kje pun? I ka 2 vjetë, po. A gjujti ka jovic kështë random? Jo, random. Qa punet e vjenë nër tavelina? Jo, stita që shme reagu. Që kjo story është pak ma interesante. Bjond, krejt e dina që ka që jeni farë talentin në muzikë, amo nuk o bash let me hi në industri. Qa të vymë për pos talentet për me hi në treg një farë njëre? Ta shte repi është ma shumë fatkeqësisht, është content, a vedin? Kështu që nuk është ma ajo u dollë TikTok, janë dollë platforma që me njëherë harrosh. A dhe me një scroll harrosh.
keq të kena nejse në TikTok sen s'mojna men që kena këshyr. Ta shubu ma shtire edhe puna që jam bu edhe shumë repera, po i vetë me sen që të nimon për me ime në jone puna, po ju vish ka muzika, është ka kontenti, ka videot, së është port image, port music, ta është industria. A është pak jetë gjatësia e kongëve u shkurtu, që për para artistat e kanë qitë një kongë 6 muj, kanë bot data me që ato të është për 2 javë, po dhëtë me qitë një tjetër. Fix, që ajo jetë gjatësia e kongës një me, është e frekshme kështu, se artista dikur me 4 kongë kanë kalu vitin, që ta është po qesin albume, po qesin sen edhe prapjën të uarru, që kjo është e keqja e rjetëve sociale. Ana është edhe reelsat për bojnë të vetën, që tha edhe vetë, pi harrën me një herë, edhe që fësë një sen ka njerë nuk po dhez, në TikTok nuk po dhez, asë kështu. Po zhlezën TikTok zhlezë heq. Po, a ke praktiku TikTok për me bo sen njerë në TikTok ma nej me qitë kongën ajo? Po e bëj halo, adin ja bëj një lloj marketingu, po me të thonë drejt nuk është që luna i fa roli ajo, ku me dit në ajsen se që thash, i dalë reels e harrën, ajsen me tangu qatë TikTok shtu me qitë e veshit të shkum puna, që apo di. Te edhe nuk jep njëri shumë zërë, kështu për shambull jo mu duk mirë, jo, dhe një je për toke, ki qep ma shumë verzat e to dhe kongët e tua, se sot në ashtë asen e tjera. A me në që kërë është e duhura për ty, a vish jetë që kërë dhe nuk do më ndryshu për kërgja? Ideja kësoj është kur i bëj senet, menoj që i qes. A për kupton, se ta është i me lu fugezi, kom rejke, kom sene, kom tripa, edhe me hi me të po në call center të bunua, në studio si producent, a diçka. Nuk lidhet, a dem vish del fugezi, edhe ajo është shumë e keq edhe për kultur. Ma për para është me mojt qëllë edhe me evolu ka dal-dole, se sa me shku me njëherë rejki, droga, kokaina, edhe pëse këtu si janë flex, a vedem, po që menoj edhe shumë gabim i keq të artistat e ri, se po dolin pe i vetës, tani pju vjam orë me doll, plot vetam ka orë, unë pëndoj producent, dhe kjo s'po du mi qitë kongë njerës, se më shuj njerës me golfën e këtu po fuli për benze, për këse. Po pres njerë me ble benzën, ma nej peqes kongën. Ndërko konga del në 2072-ën. A del as del. Qysh është? Veç të ndëgjuset, a kishe mujt pak me ma nolë. Na shurdhove o gji. Qysh stili tekst shkrimit Beyondit? A ja si tipi që henë në booth, edhe që aty për që aty të vjen idea, a shkru në notes, a shkru në flet, se ka artista në mënyrat të ndryshme. Qysh e kite qëta? Deri vunë këm shkrua dhone në fletore, bili shkruj si po di asë që shme thonë dërima, qëtu dërima si më rapështë e shkruj. Po ta është puna është vish njerë më vynë me një instrumentalin edhe shkruj pa bit. Se BPM-in, tempon kiti kom krya, përdin e di qa o tu t'inglu bile kove të fundit as pingaj bitat për shkruj tekstin tani për bëj bitën në bos tekstit. Apo më ishë edhe që është ta? Mënash. Qas mënash. A ka ndonë nërë me hi për shamull në studio, te ki studion tonë, po me hi, e nërën vish vetë jekun, e nërën tjetër e ke prejk play me të rekordu, e kënej e dollë dhe e ke bo kongën i shku e ke nërën. Atë ka ndonë njerë me kun one man team kështu mi buket? One man team jam përpos me Toksika të Therin, një rreth qështu, që jena, po në do me thonë e kom control roomin, ku është kompjuteri, kjo po e kom edhe në microphone booth, të mikrofoni e kom kledh, është mirror, si qëto, kështu edhe qa do që brejki pe imrena, si me kontrolu një monitor është, që e shop e isha atyshe, se jo lëshu ngoj sprint, edhe këtheu. Të nëzo bitën, të i këtok të. Para më në mu lidh në i zën. Amo jo, njëre, për një me është ka gja sfida dhe sakrificë që ke që përbën të, e për mene njerëzit që bashkëpunan me ta, sa s'ko Beyondit me në gjerë, ato kanë afru njerëzit, se do mas një farë suksesi që e potë edhe në palin fjallë shë në këto. Pse s'ki menager, bro? Menager, balë nuk kam, se jam bisedime me plot. Edhe po puna është të menu dyqysh mu këtë që anë vynë është veç ana vizuale. Këtë pjesën tjetër e kam të kryme. Po menon klipet? Po, fix. Që bibjen? Klipet edhe marketingu në lidhje, të një lidhje kam një fa forma, ose i bëj, ato janë shumë të leta që një menager mi morë për shambull
gjysën ose 70% me ti morë, për mu është krema, për kupton? Okej. A nëse je për shembull pe në qyteti tjetër edhe me ti morë ato, ai do me thonë të bjen këtë qytet edhe në vaforme të monë, a dhe kupton? Të me bu muzikë, po kështu ideja pse s'kam kitë të puna përqindjes edhe është ego jam artistike që me thonë drejt e kam ka gjazër me më posë në kontrol dikush. Atë me më thonë, do shme shku qëto, do shme bu qëto, do shme bu një qizesane. S'moj me funksionu. Atë no offense to anyone, po ne e kam pak problem mos me pos lirin tam artistike. Kur vëdhu lirin tonë artistike, a i të folë ma shumë për këtë pjesën më të kaldu çfarë konge me qit, a i të folë shumë përgjësi? Jem të folë edhe për me më kaldu çfarë konge me bu, sani por, edhe tani çfarë konge me qit. A ve kuptan? Okej. Por do me thonë për dy atë është. Cila i shkoni përqindje për shembull që të menon që i shkon okej një menaxher. Me amor një artistit. Më vorë që ofran. Po për shembull të vjen një menaxher dhe të thotë se dihet na nga ndikush vjen. Vjen thotë unë po të bëj klipet për 5 vjet. Po ti ças po ta bëj një album. A ke po njëri për shembull në Amerikë ato janë label allowance, ajo diçka tjetër. Po. Aty ti jap labeli, do me thonë persona ti jap 1 milion euro. Tash ti me çatu 1 milion euro, dush me bu këtë albumin. Amo ti ajnë që zonë për i shpis tone, ajnë që zonë me kamerë dostit. Fix, ti a ki bërë labelet një album? Fix. Po. Labeli jëtë ka investu labeli ose që me thonë kompania, ose për shembull Universali që i ka Shady Aftermath, i ka këto të Kendriku, Drake, kitë botën e ka. Kjo është, me thonë, a i sy një piramidës. Po. E ato janë label allowance, që ti jap labeli, që to janë shpenzimet e tua për album, edhe tjerat që të prëni mon, basically. Edhe ta është e keqja e kësoj, po është edhe e mirë në fafurmet, për shembull ti jap 10% të albumit. Ti i merë, për kongëve tua i merë 10%, pezojna. Ata ti kanë jep do parë në fillim? Fix, ata ti kanë ble një farforme drejtat e albumit që ti ki me bu. Që ajo me shit katalogun, me kriju e me shit katalogun, do me thonë ideja e kësoj. Artista shqiptarja ka njës me shit katalogut, ka gjesh tash të kom dëzhu? Shumë, pa qap ju vini mojt asi. Okej. Hani dorë të regjitë për pjondën. Rajmë shuploga dhe ata jashtë anej po senini. Ase mas të bojore. Hini shtu. Vjen, cila është pika jote me e fort si artist? Cila menon që është kështë pika me e fort e jote? Menaj që është tekstet, teknika, double, triple, quadro, entendras, tëna entendras. Dhe me thonë të teksti është pika e ma fort, pika e me dytë është delivery, mënyra qyshe delivery qyshe thu, basically. Tjera edhe menimi jam se cili reper do të mi posë që tu. Se e kena një inside joke me këta, thojna, kjo reper vish mi thonë bitën e kitë fort. Adin. Po ati qa një sani interesant, për shembull, kur jena kun pak materi dhe nuk e kena di, unë për vetin, nuk e kom ditë shumë muzikën, shumë, edhe shpesh kena thonë, qëfar konge fort, instrumental i mirë. E kena menu që qaj artisti o të i bu kejt. Po dhe, për shembull DJ Khalidi, a i s'bën sanën kong, edhe prapë është nështë a i ko hitet ma të forta. Exactly. Edhe kjo smart bjën, da bedin? Ajo shumë smart është, sense është DJ Khaled, që është Rick Rubini. Po, Rick Rubin, po. Se ai do me thonë, ajo si psikolog, ai s'din sam për muzikë. Literalisht, ai vish del në studio, thët qa po thu me bu një instrumental, du bu ti. A bedin? Edhe merë përqindje në bosë qasoj. Edhe njerëzit e paguin. Crazy. I guess is the... A ko ghostwritera në industrinë e repet shqiptar? Po, a je? Po. Për kënë ke shkru ghostwriter? Po, shtë kaldu i tani. A të hekëm moskën. Ja, veç bo, ka so dush. A paguot ghostwriting në Kosovë? Yes. Paguot, a? Shumë. A të shtin me në nëshkru në i kontrat që mësë me fola, veç është kështë... Baj, unë s'kom në nëshkru kur. Okej. Edhe... s'kom qa folja, adin, të pagun... Ta është i gjdo artist ose artiste
artist, po them se titujt s'kan gjini. Po. Po du me thonë çdo artist ose artiste që të vjen, nëse lyp ghostwriting, do me thonë ti në gjendje mos me morë asni, që me thonë, përqindje për qasoj konge. Po, do se je ghost. Fek si e fantazëm. Po. Edhe, do me thonë, ti pagu, ai ka me të pagu ty pak ma shumë, jo pak, po, ose shumë ma shumë, ose çfarë do çmimi që për me mshel gojën. Për me mshel gojën, mos me thonë, edhe mos me t'jap përqindje ty. Okej. Me ti me qatë master. Po. Kështu që menimi jam është shumë sensik, a din sidomos për këngëtar. Edhe garant leta I kisha ato me 10 minuta ja shkruan. A din që shok. Unë të dua ti më harrove. Urime hiti. me vi melodike, veç ta qënë edhe tash për këta që me shkru artista tjera si. Ja, veç ta qënë vinë melodike, si me thonë të dosh me fill the blanks. Edhe që ajo kimi mushti që atu hapsira. Po ideja është veç kime bo ma shumë qështuar multi-syllables, po mi bo pak ma të leta për këngëtar, që me mujt mi fill që fjalla me t'inglu si ritëm, si me kom pjesë e melodisë ose pjesë e dramësav. Do me thonë një varë njëre të dush me dal pilkurës tonë mu... Exactly, dush me thonë me paramenu që je filoni ja... po, nuk e di kush ndo këtë Nio ose se di një kong për vetë, ja ka e për Rihanës, edhe ma nej e Nio e ki shkru si me kun femën, ma nej ka për mjus ka për mu që kjo kong edhe abedin ja ka e për Rihanës. Exactly. E ndodhin shumë nësë sene. Po dhe ma ka bu bile një shok njerë, ma vën nëse shkru në tekstin ma të fort, ma mendon që e kënën ti ma mira dikush tjetër. E për menim tem dikush tjetër, a dhe nëse zonë jam nuk më pëlqen. Hiç sone nga jase. Çfarë marketinget kesh të I bo vetët? Mos më ngoni, jam shumë I kesh. Jam shumë I zvysen. Për ndrysh edhe... Nale. O, vloj madhe. Në radio të ga gjenë jena. Tash mos na u presh mikrofoni. Bjand, po më intereson me ditë, kete dina që e ke fitu battle-in në Palem Fjallësh, amo mu që ka po më intereson me ditë është cila balon si që dush me mojt, kur jenë battle këndër dikuj, do më thonë cilat janë red zones për ty që s'ban me rënu një njeri. A pëtën se ka njerë mërët, se na mentaliteti shqiptarëve është. Po, ta kërset edhe. Po, dhe a pëtën e... Po, adin qysha, unë I kom posë qëtu, kur jem konën e para 2 vjetë, për janë se fitusi se vjetë që sharautu e therit, që tje ki, na bile, sharautu e therit, po puna është, unë e kom ditë që ka me posë të Shqipnis, edhe mos me thonë, te e orët pe I Shqipnis, a nejna këni, a pëdin këse fore pa lidhje, edhe mos me sho me familje. Edhe nëse më shon, e kom posë do me thonë legjë, se kur të sho me familje, një reper, dje që aty ju argju kjo municioni, a nuk e ka me ty personale. Apo e kupton aty si Berat Buzhola. Gjithë shkëja ti. Shout out to Berat Buzhola, hajde dorë të ki. Të argju fjollë të I shku. Qikjoat, që ajo është menoj ona, adin, se duke që pe prik më pikën ma adopt. Të logon sani ma Iron, verzi ma Iron që a ke bo dikuj në qatë battle. Versi ma Iron. Kështë që fort kështë e ke rëdzu. Po më besi kom dosta. Ha, po s'ko lidhe, sa e lojo kon. A dy shokjet që shonë, si kur t'lu në basket, ja ke ep kosh. Exact. Ja dhe të këtë në rap të ja ke lëshu një... Ja ke ep kosh, vlo, a bedin, tash dhët më ta jepaj ty. Mu, jo që ja ku më rëdzu në ikon, po mu më pëlqen vërsi por. Okej. Se është dyqysh si prezentim. Për mu ka një raport që këm dollë në skenë, kështu. Në battle, këm dollë herën e por. Okej. Ta është I vërsi por, alla ile për që ta më keni tirë për bregu dilit, Për mu që ai vërs më ka pëlqy mas shumë ti, se më ka duk si një loj prezentimi, në mënyrën që është do të mu prezentu një MC me një battle, kalzëm pak për vetën, po e përdor pikajt vjenë, ose kush jeti e përdor kundër shtorit tënë. Okej. E që ai vërs mu më ka pëlqy mas shumë ti, a më nëshme nga thonë pak? A ke arru? Po di, do nga mengu pra. Okej. Se janë izëve që shka orë të brejkit dillet. Po dhe po qaj... Të ta buna, e pas ke mytë, ase të keti jashtë. Okej.
E fitove, shkove në Berlin, a? Yes. Në fillimisht nuk ke tripi me shku në Berlin, Ja, po në Drumas, u kon Tokyo se LA, po... Norë bëse ishte dashuru me naj kinezk, nuk ishte duru mas. Ma mirë ka Gjermania, shine. I këm 2 kompt një këpucën. Djo, liri më dashuru. Qësh kalove në Berlin? Super. Super experience nice u kon. Okej. Po Berlini ka shumë krekeda. Krekheda në çfarë aspekte? Në aspekt që pinë krek edhe heroin. A veden, shumë ko. Pa tro mu ballafaqu me ta vish pe thu kështu si eksperiencë. Më ka ro mu ballafaqu, si me thonë, tu pi cigare para hotelit, a qa pa di. Okej. Veke njëri ta bëjk jam, moj me hinë hotel me mu shpak hunta. What the fuck, no. Valoj po. Po e eksperienca në studio atje, se ti e shku me bu një projekt, që ajo po më intereson më shumë. Jas, qëra. Eksperienca në studio, si studio janë shumë të mira aty. Okej. Po puna që i kam pak senet vintage, Gjermënd. Si janë të update i rada, Kit mikrofonat i kam vintage, për shembull Neumonin, ty për edhin me mikrofonat ka ro. Po. Neumonin për shembull e kanë të vitit 1998, na i qësë sani. A për kupton edhe tashti mikrofoni sa ma shumë rrim bëhet ma warm. Edhe ajo ndikon në mixin e kësaj farë, kongës, ose whatever. Okej. Mixin e vokalit mostly. Për të keq. Për të keq. Okay. Për hip-hop është shumë e keqe. Po të kallëzoj me fakultet që ka ndodhë. Si kualitet mu nuk më ka pëlqy heq, edhe nuk del ajo, kur Okej. kongët kini me një, do i kini një, Bounce, në qëtë EP, Too Real, tjetër që kam, Sticky. A me nën që jena pak të nënvlerësum artistat në Kosovë e producentat? A den se plot i kom një që shkojnë në Gjermani, shkojnë mix masterat e këto. Qëre, menimi jam për mixing vocals, për miximin e vokaljev, Amerika 1, na 2. Okej. Edhe ajo ka njerë, a bëdën. Okej. Valoj po, se ta është mixi që bëhet në këto. Në venet e jashtë me ma shumë bëhet për nivelizim. Këto bëhet për zbukurim. Okej. A për kupton? Do me thonë që thujnë ana për shkë me të ndrejt zonin. Ata nuk, ai nuk të ndrejt zonin, për shembull Berlin. Vish nëse e pagun ai sub naj Dr. Treja, që po di. Po. Po kështu mostly inxhiniera kështu normal, mun tash mixi është pak edhe punë shije, mun nuk më pëlqen. Okej, se ke gjetë vetëm, thjesht. Exactly. Nashta në Tokyo e kështë gjetë. Nashta. Nashta. Ja se kësha gjetë atje se kitë kinezisht. A o bjondi... Japonisht. Qa se? Se s'vedina. A o bjondi reper ma e mira producent? Reper. Producent jam bu se... Pizorit. Pizorit, pash. Okej. Kështu në smenoj që jam inxhinier i mirë, audio inxhinier i mirë, po producent, I don't care, man. Okej. A për kuptëm vish, am pëlqen, që me thonë sample, Po. drum, sa ta qa po di, që me shkru. Unë jam bu producent, shkoku i rapit. Zori. Exactly. A ka bjondi plan B? Plan B, pa i me këshyr kështu allall, plan B nuk kam, Okej. po kam zgjidhje sa dush. A bëden. Se kam shkollën e kryme, po zbesoj që kom e mujt me gjetë vetën ajkon tjetër për pos qështë kom gjetë muzikë. Se pe i vogël, a den, e kam problemu adaptu dikon tjetër. Okej. Se plusi. Plus! Bjënd, EP-a e re ka dalë para disa jave. Angove. E ngun bashkë. E pse ju këtë artistat e ri ma shumë jeni fokusu në EP-s kove të fundit? Qka po t'jep EP-a që s'po t'jep një single ose një album ose... Ta është me këshyr kështu ta mën, është LP. LP. Ta spjegoj. EP-a është extended play. Është album... Extended play, list a play? Play. Play, okej. Extended play se është ma shkurt. A për kupton? është me dhe në 6 kongë. Albumi është a long play, LP. Do me thonë kjo variant qmim, se atër janë shit vinyls, CD-a, kaseta, whatever, ku do që kanë mujt me një. Kjo është LP, po
vish koku I një konge që jo plus, po unë s'kam I pi. Ja kom lone një pi, adin. Edhe mane e pa të mbo dhe Deluxe Edition I shteshin edhe ka 2. Amo nice është ajo nice se vish jashtëm vlerën që ati produkti. Exactly, albumi jo për mu shit. Se I pia për mungu, ma shumë për fanbase, për ma shkurt, ma fixed fanbase, e kima edhe ma e lirë, ta është me këshyr ta mën pe kojt vjen, është vish ma e lirë, ka ona e qmimet. Edhe pse tash ketë pongohen edhe në Spotify, tash shmimi si njejt. Po tash fix, tash edhe mixtape po probleme bundit sotit. Se mixtape you don't own your beats. Albumit ti dush mi pos beatat e tua, edhe drejtat normal ato ketë bla 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 që janë. Drejtat e autor. Dush mi pos beatat e tua, du të me pos storyn, një farë content, një farë loj filmi, edhe pse s'ko nevoj ngjarje me njek. Po ideja e albumit është që ko ma shumë kong, të prezentën si artist, edhe mundët me të qitë më pa. Të ka qitë një farë vokti më pa, se ta është me singles. është se nuk... CD-ja të këtu janë veç për zbukurim. Adin unë e këmë CD-në Pintav, Unikatilit, Nosit, etjerë, po... Ka dek vokti CD-ja, asë po kiku I shten më. Qa në kompjuter tem s'kam ku me shti CD-ja, adin po është... Puna është që e appreciate qatë artist, edhe njësen shumë dope për me pos në studio. Ose dykon. Adin ta kalzën knowledge që e ki në muzik, ose në shije tone, ose rrinë mirë. E pse 7 I pia? Se I ka 7 kongë edhe u kry për 7 dit. Për një me? Po, edhe keti I ka titujt në not, po është kena mi full shto. A mund ko menu që të pëqen Cristiano Ronaldo? Pse? Po thash, ta thirë Gjulin. Gjuli. Jo kom menu që e ki numrin 7 shë lucky number, po e pas ke pos për arsyet... Okej, hajde ti përmenëm tash pak track listën, do më thonë. Konga pare, ko emni Një Nat. Yes. A pi vjen që ke pos One Night Stand, kër e ke pos të kongë? Jo, që ta spjegoj. Jo. Po full... Sorry, vaj. Ajo më staninë. Vesh po fullëm... Po ta spjegoj pak... Po, një ka një komën t'i përmen, ti falem për to. Me not, kështë One Night, po në e not. Me e noti. Aha. A be kuptan, është double entendre, so mirë që të thira, ha? Thank you. Fam dyre për e not, Edhe tash konga full për... Konga full ma shumë për gjeneratën tem që nuk e din, nuk mujnë me gjetë vetën qka dyqysh qka po dojnë mu bo. Edhe ta është kur s'mon është me gjetë vetën dikun të presin sanët e rrugës. Adin mafja shqit, mango bloke, thirje, treme, bla bla bla, ki qëto forma. Edhe që kjo kong e spjegon një të ri ose një shoqni që su ne gjenë vetën. Po ideja kësoj kongi unë e kumbu shumë skema, që kur të ngën dikush, mas pori me tërhek skema. Adin, e një menit, a vedin tri, pa? Po nëse nëllësh mi ngu që ato fjolle dhe fast flow-at, nëse I bën slow motion, ato kanë kuptim shumë, se janë në temë. E ngojnë ata një ta Kena me përformu. Hyq, mustani. Turil. Po dijet, shumë real. Exactly, me kalzu vetën, ta është real recognize real, është refreni. Edhe mënyra që shkom spit në qatë track, ta kalzën so jam I unt, edhe qysh moj me vlerësu, me vrejt një fugezi, ose një fejker, edhe një person që e ko për një me. Qaj, vjen që ka fugezi, so mi? False. E pëse fugezi, ku e morë nga? Zdim kamet, dikun kamet. Fugezi! Maljan. Okej, e treta, 3 pëjat. 3 pyjat. Aja ke morë drejtat mi lejmë zekës për qdo? Ja, unë e kam profit për si pava. Okej. E pas gëndru një. S'punaj jene. Vibe? 4 vibe. 4 vibe. Jo, 4 vibe. Për vibe, okej. Exactly, me Arten, shout-out artist. Shout-out artist, shumë artiste e mirë. Shumë e fort. Respekt. 5 AM. 5 mëngjesit. A rënqu dhe në 5, a që në 5? Kom najt, qëta shqim të najt ma pak. Okej. Amo,
5 AM ta A ke kallëzoj. bu në 5 AM që të konga? Exactly. Bashkë në 5 mëngjesit tu pi cigare. Tash ideja që soj kongjo qashtu vojbin që ta kallëzën një njeri, unë e kum pos problem me ankth. Okej. Edhe tash një det në Ballkën që tu pi cigare, tu e ngu një bit ma ka qu Molla. Tu e ngu zdi ma kujtoj qat trip. Thash vish të spjegoj se bashkë qat vakt risham deri vun, qat lifestyle e kum pos deri vun. Okej. Edhe vish tash të spjegoj që aty ti tregon emocionet që i ka një person që ja frekuenton onkthin ose qat rutin gjatë natës. Because it's not healthy, a din. Okej. Edhe ajo kong për shembull ka story, ka mërzi, edhe ka një lloj ego ose një lloj nervozizmi që e mënesh mujnë me ngu kejt edhe e kuptojnë fix se s'po di qysh me elaboru me fjallë. Atë një mënë muzika me luftu onkthin, Bjond? Unë e mo ankth nuk kam, po më ka një mu shumë. Më ka një mu shumë, sidomos kur e qet me një tekst. Tekstet ma të shpejta që a i kum shkru, janë nervoz, në qëse gjendje. Se vish kum kallzu që a kum një. Nuk kum pas nevoj me hi në creative moda qa po di, vish e kum kallzu storien, qysh po nina, edhe emocionet qysh varjojnë në ato momente. Do më thonë një gjdo e se mire. Menojnë që janë këtë jo veç tut. Ape kupton, është nervoz, është Kate mix të? mos e rahati, që ajo një far mixi, një far stresi, që të vish lem pezull. E që kjo është. 6 sense, 6 senses. 6 sense është me averin tem të jonin, konga bëhet fjall, për it's all about the flows, the cadence, po du me thonë për flowa, kadenca, teknik, double entendre që se cili MC. Këto e shes i shqis të gjasht. Ape den, që shtash marit will recognize will, edhe reperi furt e vren reperin e furt. Be kanë atë keminat, energjin. E kanë me toksikat i një mëti. Kure ku morë vesh që bujnë muzik, me njëherë kum klik me ta. Edhe me e therin. Shout out to him, edhe me arbitin. 7 days se u bu EP-a për 7 dit. Yes. Edhe 7 days... Edhe ke hongra si kifle. 7 days. Që ta kallzoj furën e 7 days-et. Kjo mesën e kum po të musil në studio me një 7 days. Ka pos me mesën. Ka pos me pos 7 deadly sins. Ko 7 deadly sins buen 7 days a week. Po, e shresha 7 days jalla. Se 7 deadly sins thash si... Nëse kësha bo që ashtoj, ishtë dosht ki tituit milion boz 7 mëkate vdekje prurse. Kam një sen që ashtu, po vish komete njona që po më duke titull shumë pa lidhje, edhe vish për qata se kum po. Mi që se pas ka bot në bezë, anaj pop kek ndorë, dhe je këshellun pop kek i pise. 7 pop kek. 7 pop kekat e Bjondit. Cila kong prej qëtë në u bu mas leti, e cila mas zërti që të ka marrë shumë kohë. Cila kong u bu mas leti, me thonë drejtë se moj men. Se i kom kitë shkru me... Cila në ki mas për qefi, Bjond? Mas për qefi që tash jem të ngushëm të porën, në not, edhe të urill. A ngon vetë njëri, a? Shumë. Nuk e ngoj këtë aspektin që më pëlqen, po si që të kom gabu që të asim... kritik. Një farë pesimisti vetës jem këgja. Ani, miro me kun pesimist. Vesh jo me të vërush. Ani, miro. Pesimist Bjondi. Vetës se e ljus. Dosin e kishëm qarta, për ndryshe Enze dhe Bjondi në avera. Smujta mi vol kojeve daj. A kina i pytje mi abo Bjondi? Pse, kush është reperi ma i furt edhe pse bashone? Vetë që ka hongër sot se e myti lukëthi. Qyrë me gjipo anë së gjëke po vjenë në misian. Kom hongër janë një. Ani dorë të rëgjite për Bjondi, hajde. Ta shumë shpejt kena më të thirë dhe dosat më të përkro, po halo nuk është pjesa e performansës, tash e kena segmentin 15 për 1.5, do me thonë kom të bo 15 pyetjet shpejta, për 1.5 sekunda. Jo, 1 minutë e 50 sekunda. Hajde. Se priveja për Olen ka 1 minutë pse je kloshor? Pyetja e pora se. Pse je klosh? Po, na
e kena këtu Enzin që ka me lëshu timerin. Rapper. By the way, po, I kom do kong me to. Enz. A menove që s'bër me anë, ja? A jena gati? Koncentro mu bjan. Hajde. Let's go. Shpejt është mu përgjith. Të shakon superhero, kështë shakon? Deadpool-i. Okej, zhoni preferum I filmit. Horror, krim, komedi, mister. Erotik. Okej. Filma. Këngëtarja preferume. Këngëtarja preferume Nejmia Pagarusha. Verze që je mas krenari për. Asnjoni. Pozita preferume. Sulm. Kere preferum. Haje Range Rover. Okej, so dosh me morra dhe se vi ka të përgjitje të. Po kopjen, bjen. Ja. Ma përbora me të adosh stilin a muzikën. Muzikën. Njeri ma proud për ty në familjen tonë. Nona jam. Çka Krejt bën? motra jam. Okej, dyja. Çka bën kur je I bajataft? Shkruj, rri, bëj najsen. Shkleka bën, a? Roll. Soj bën mas shumë ti. 30. Okej. Repja femna. Qërët femna pjesë e familjes. Po. Repi. Okej. Bjën mos më thërë mas nej frije shto. Sporti preferum. Qyje. Sporti preferum parkuri. Je boksi. Qërja sportin, parkuri. Aja padeli. Brendi preferum tesha. Për cheese me Timberland, për këtu qada. Okej. Gjona. Okej. Ngjyra preferume. Ngjyra preferume, purple. Vjollce. Okej, kështë pas që me konë leshkuq. Ju. Definicioni suksesit për ty. Pore. Pore. Eduard Dragitje për super bjondin. Super përgjigje epike. Okej, bjond. Endë, miro përgjigja. Po I ka ditë pyetjet, I ka I ditë. kom ditë. A I boni përsoj kryve shto? Qpejt. Një minutë, okej. Se kështë pas dënim, me botë rëdhët skleka. Okej, bjën. Shkojna me segmentin tjetër, a është okej? A është okej me vjetë kongë të huja mi për shtatë? Jo. A të ka ndodhë më inspiru në erë typi në I kongës? Mu inspiru po. Okej. E, a të qani sen? Kështë do të më shpejt mu përgjigje. Jo, s'oke, krejt të ma to, më nërë me elaboru. Ama a të qani sen, ka njerë kure e lëshej në I kongë shqip. Okej. Në Spotify, shuffle I Spotify, ta lëshën një kongë një ndit njejtë. Pak si del që kjo, bro? Adin, s'po di algoritma, po deshta mund të lidhë që të diçka kush do që për artista, kush do që ka writer's block. Është një sen që s'ta dën. Okej. Ja u japi që të kshilla, veç në ndrën e venin ku shkruni, edhe kur qunin mëngjes, tu e pi kofën, a qa po di, ngën e naj kong. Ngën e naj kong që se ke ngu ma herit, ose naj sen hip-hop, si ke old school, edhe nësja shkruj në bosë që asoj, edhe kam janis ka dal-dole me të ardhe inspirime. Fix. Se dikur kalojnë, e kalën vetën. Tash kur e kalën vetën, gjithë sen që keme shkru, keme menu që ka me kong great as fuck. Okej. Amo, kur janis me shku, kush është new school me shku pak old school, kush është old, ka new, janis inspirohet pak, se tek e fundit është muzik. A pedin, mu që kjo ma ka një mu shumë, unë e mas shumë të shkruj ose para se me flajt, ose në mëngjes. Okej. Gjatë ditës po s'na I rim bodalski që m'bjan men, ose na I laf që akum një, jo në kong, po në shqitura, që apo di, Alisi që mi vjedhë që shtë. Porës me Enzin të e pika një kove, e gjeta një rim shumë të fort. Po ta kalzem, që ajo me flëk me dënde, ta kalzem pjën mas nej. Ku e ki venin që I bën tekstet e? Gjithkon, tu ecë. Okej. Mu kopë që të zaj gore buna për lisin, se o të më këshu shtremt. E si të ndel pak është. Ja, zë. Okej, bjën, a është okej AI me ta shkru tekstin? Ja, ta bën bërlëg. A e lyp ndime e ojët? Jo. Kur njët. Njerë akum po ajtë shkru ma një tekst, edhe I kum ropi shmën që akum po. I dopt ka, reper I dopt, da? Se po eci në rrugët. Okej. A është okej me lyp ndim për në një reperi tjetër për tekst kër të blokohesh? Po. Po, do. E ke bo, a?
Unë nuk e kom bo, po nuk është... Prish pun. Qëre, tashti kur jenë studio, edhe blokon trunin i faforme, është mirë me ta gju personi që është nga teje, me ta gju një rim. A din, pëse s'pe bën birë qështo, se pëse s'pja bën qështo, me ta jep një ide. Mu, dikur e kum pos, kërë kën nuk e kum ljo me mprejkën tekst. Shon një fjallë s'ta kum ndru. A ke pos ego artistike? Ego të presht e kum pos. Që ta është ndodhë që e lona i shëk edhe fjallën me ma ndru. Rejsht e mbrekejt e lo me ma shkru. Së më ka ndodhë alo për e lo, që tash e lo. Pse, jo, se është një pikpomje tjetër, edhe tjetu e bu një produkt. Një energji e rejshë në është do mos dëshme. Edhe ajo të qelë rrugë, nashta qaj laf të anëzirë një tekst ki tjetër. A be kuptë, së është art, adin ka së shkën të runi këtë, një fa forme. Edhe mirë është mi posë që ta njerë që dhe i keep you on track. A be kuptën, ose kur ta bën ndërru që të resht, edhe vish me ta bën ndërru është super ajo, se une... Se dikush është ndryshe. Po, besides këty those of me, including toksikat, i ljo me më dhonë kritika njerëzit që s'kan lidhje me muzikë. A din, heq vetë se qaj të ngan ty. Qaj njëre nuk të studian, po të ngan. Kur ta bën që kjo kongë dyshu shumë agresive, dje që është agresive, këshilla me e mira për i dikunja që s'dim për muzikë. Zdi sot më pëlqy, shkokuj që soj dyqysh. Po se qaj është edhe dëgjusi. Exactly, se reperi e din qaj të munu me bo. A për kuptan? A është okej me bo storytelling të ngjarjes tjetër kujt në tekst tonin? E ke bo? Normal. Po unë i repovoti krimet, a din që është kalzova ma eret, për qatë rast. Ki që tu në ngjarje ty të zhvillojnë artistikisht, ty të bëm veni ku je, jo representing. Edhe nëse kënon për një reper, qaj për një person, një kriminal, ose një dashuri e humbur. Një zemër e thyë. Një zemër e thyë, dashuri e ndaluar. Pasionet të feta. Po du me thonë, jetu e reprezent se pikojt vjen, që ajo rast ka ndodhë. A vedin, ose mënyra që shet truni jëtë një ngjarje. Menimi jam. Nuk ka kur gjë keq, bele bëne sa ma shumë. Sa ma shumë bëne këtë sen. A është okej me im Big Brother për me dhejtë në muzikë, bjëndë? Po, okej, është, heni. Po ma shumë enim Big Brother për pore, Allah, që apo eni për me dhejës. Se harroni, si të kryet ajo. A ishe hi? A di për shka isha hi? Për marketing. Nish kësha hi e kësha bu kërsh edhe kësha qita albumin. Nësi kësha bu 100 kong, kësha bu 100 kong, kësha hi në Big Brother, edhe ja u kësha bu këty një qitni. Se jënë të të këshyr njerës, pas ka qit kong kjo mërën. Qdo të të ka i kong, fajrë shkon. Fix. Nëse kësha i e kësha bo që të sen, se kështu no, në s'këm qa lypi aty. Atin ju që jem më reper, ose qa po di, ose njëri i ronë, se njerë që ka një Big Brother, po as nuk e shashtu no, s'bon kur qysh. Haram. Atin. Po veç, it's not me, bro. Ape kuptan. Se shë vetën që atë. Exactly. Bjënd, u marru më të folë. A ti hina performancës pak? Apo dojnë. Hajde. Apo që më ka mas pari, edhe po të thirëm edhe dostat, hajde pak me supportu bjëndë. Se s'di me fishlu ka pak. Okej, dëgjus të dashur të Radio Dugaxhinit me mu Fesionikun e Orë Studio, tash është pjesa e performancës ku Bjondi kam na performu. Bjond, sa sene kemi performu? Një 6. Qatë 5 AM. Jo, 4 dhe në 6. 4 dhe në 6, okej. You are now listening to R Studio. R Studio. Okej, dëgjus të dashur të Radio Dugaxhinit, jena rikëthy në pjesën e performancave, me mu është Bjondi 100% live, kom na performu e pin Bjondi, let's go, sani por, një not, i not, i thot, ose dhe në one night stand. Yeah. Let's go, Bjond. Ajde, yo.
Money making machine jëm bo, serving fiends I kill them slow mo, mirë me juve jo nuk kokë me ju këti rrugve I gotta go. Drevën kokë si Figaro, që mi figure out man I don't know. Any minute any man is an animal, nëse s'je man animal. Halfway mire, halfway mut, halfway t'lire, halfway m'burg. Vish banditat s'jan halfway, cause ain't no such thing as halfway crooks. Kome nu qush ka me kone ardhmja, ako me mri pa hi në mafja. Edhe pse ju djek si lava që nuk dën mi do vish mafja. Premtime thota ondra ty me dojnë me met. Nuk e di pse, ona lojëm tu e njek. A me hustlerat, pri me i not. Tu pri që sanat kanë me ndruk të për një not. Po për një not, po për një not. Tu pri që sanat kanë me ndruk të për një not. Po për një not, po për një not. Tu pri që sanat kanë me ndruk të për një not. Black Mac 11 in the lap, njejtë si Machiavelli e me mab. To be honest, I don't really give a fuck. Njejtë nga bime bëj prap. Skimat kërsit sum kërset të nati, edhe opposite you sit with a nat. Një të tavolin, hampin me ta, as vet se di për qarën me ta. Tu boha me 45, believe I leave them horrified. Gang shit they glorify, me survival lonely life. My homie jash dhe in peso, si në zons të ngo për peso. Dancing with the devil, në benzo si Lorenzo. Premtime thota ondra ty me dojnë me met. Nuk e di pse, ona lojëm tu e njek. A me hustlerat, pri me i not. Tu pri që sanat kanë me ndruk të për një not. Po për një not, po për një not. Tu pri që sanat kanë me ndruk të për një not. Po për një not, po për një not. Tu pri që sanat kanë me ndruk të për një not. Okej, kjo ke performanca e Bjondit për një natë spektakulare. Bjond, Thank you. apo ndrojnë sanat për një natë ajo? Jo. Kur? Shkojnë a DJ Ends, let's go, me qëtë super energji. Are. Too real. Live në Radio Dugazhini or Sigarja studio. dheze, kofja në gjizve doja në klis me mos emocja zeze. Porja kese borda shpes me ndol pi logjës. Rrug vendur me lulje burën borshet bobës jo. Mirë se veni shtit që deni me vorse qovës këtë se me qu muna vër me gju pluma që rzunaj për pangu pa plët jen trupa më lutna zëtruna sët muna me t'pruna gjënkuna plëpjuna këpuna lë gruja thët. Qysh tërë puna shkëm me t'knuna i kërp. I zirin e sërin i zëri bish zëtni jo mis të bisin e stëm bis këmen në pisja men dhe sfici insomnia. Get no slim kitloj me he don't get too deep. Real recognize real për juve s'kam asin të rrit jem in the heat. Po të AC jem kari cool të pina i lull. Mos t'ju beef kid grisi full. A bi a bull bi unë shpull ti mush i britën full. Thikën tull në kese e shtiwit po pi me lull. I said well recognize real, recognize real. Recognize real, recognize. I said recognize real, recognize real. Recognize real. Look. Për kit det jem lut, get to get to spit on rrug. Jem po big go get the loot. Për kit shit jem se ka tru, ti ka tu. They gon get it tu, se si ta tu ta get under your skin. Gjepat skin e not a pennish, do sem pa para me nim. Like a mop, fucking chimney, give me the smoke. Se kur ja gjuj lyrically, they literally choke. Ti e budolli they yo mentally woke. And anybody, man, I'm killing these hoes. Averat nuk jem broke, shisin bori edhe coke. Kur nuk jon kon work, is never took it like a joke. Hanging with a goodies, man, I'm cooking bitch dope. Jem si boogie with a hoodie, to be woody, I'm dope. Relax and take notes while I take tokes from that marijuana. Ain't no biggie, sunëm të zorin si Bianca. Amo mu nuk koma për designer drop bombs on my kullado nabin si Osama said. Hey. Recognize real, recognize. Recognize real. Recognize real. I vërteti e njeh të vërtetin. Të përkëthi bukvalerë. I vërteti e vërin. Bjondi back to back. Bjond. Yo. Super beat. Kush e ka bu beatin e soj turim? Beatin e qësoj e kun bu une. Let's go. Kate Vet. Self-made Bjondi me neve sonte në Radio Dugazhini. Shkojnë a DJ Ends 3 pyjat. Porja puni. Profit so power, ayo profit so si power. Look.
Gjithë diçka po zihet, morën njerë si qenë të gjojt. Folin mas shpine si grojt, qata vetën e i grojnë. Dzejën si kur doj qojt, e tani e lun gjynojnë. Shpejt ja nisin vojt, njoni tjetrit ja gjynfojnë. Full për krah, po met ka krah, pa problem t'kopin për kroj. Po për kroj e këtë nuk kian, kit krahin nuk ta mojnë krojnë. Si mi po zezat, ja luj poteza këti shoj. Ju sa han, do mi palidje bënu modele t'u bojt. E dio e që dëshme kur senet nuk janë qushdokën. Potencial prosit se reg, përfundon kjeset borlogot. Veqa kokain, se t'shokot edhe shoko aslerat janë si giotin. Kur e kit mirë ta hekin kokën. Lypin zgjidhje, mu kon nyje, tu kon mu këput nyja. Sa divorc për ja merë pusi, që kjo është arsyja. Profit biso power, e jem t'u njek të repyat. E porat vynë gjithë qysh, se kur qysh si merë t'u pyat. Këto dyja deshta me thonë, se u lidha pak. Amo, mos e kthem, mos e kthem, mos e kthem. We ain't going out like that. Profit biso power, ayo profit biso power. Profit zoti power, ayo profit pussy power. Adim se mos me kthy. Look. Bjondit si a hamit ti qa je ga thua, njëm zotri u shko nëse këta pas kanë arru. Talzëm ku me ju besu mujnë mi ledzua analfabetat, si api shons për dominons me mu shit mu alfa betat e mon pantollat me t'hollat gjepi mu trash. Senet që si folja me mrolla mi vreni tash. Hustle me Motorola, fjolla boren pejsazh. Largjeni mesazh me t'off jua bash me imazh. Për fundimin e këti filmi për fillimi e di. S'qes në Instagram as nuk derdin DMD. Si du dramat as alarmat si me PTSD. Me veti ka dëgjojnë për nuk kipi MD. Dhe dyja e arrova refrenin, na mo përshkojna me tjetërën. Qëre, normal që ketë kur bon sanët live dhe kanë ere. Jo mëra, I don't give a fuck. Ki shumë tekste, ki shumë kong. Jop. Jo, gabi me jam, I sa arsye kjo. Jo, mëre, nuk kom. Hajde. Bjënd, para se me ends moje pak. Qëtu e kalëzën pak neon, pak ma romantike, nostalgjike. Qëtu pak një farë dënxroni, a? Një farë lovi-dovi. Që shka orderit e që ke bashkëpunim i kongës vibe? Arteja në një mëti, me thonë drejt, vish, qështu t'u folja për bujna një kongë. Okej. E bujna. Dhe du limonada. Exactly, adem, po, unë menej që kom, në katalog tem, I kom vish një 2-3 kongë, qështu ma lovi-dovi, edhe atu I kom, një kom veç hajt, 2 kom dedikim. Okej. Edhe qëto. A dedikim që ke, a veç kong? Jo, kjo veç kong. A ka do me thonë një tekste? Lovi-dovi, qëta sheni? Lovi-dovi, hajde let's go, jena dëgjus të dashur, shkojmë pak në romanticizm. Për qafën I personin që e keni offer. Let's go, DJ Enz. Bjënd fit Arteja for vibe. Që tekste për tash nisi mojnë. Yeah. Hajde provoj njarë. Hajde Bjënd, let's go. Are. So ere që shët ti unë bën mu nisi Londra. Qata so ere shkën ku në du me këthy mrapa. Dem le mama fjoll të fundit I thët porat. Po me të spërljona edhe pse I dën dromat. Standardet e nolta për kërkën nuk I shdryp. Qata kur I stoka ki mrapa e kthejnë kryt. Edhe në për kloba pa pokat jall shuin syt. Po ere jo nota m'palota po do me këcy. Me të një na amazing po lazy ajo së basic. Me gjani na blazing se mblazit jet letu m'presin. Se sun të jo me të tu prit me ort nestrit. Se po du me ja po ftyrën kur zbord më gjesi. Kalcëm qa do me bu, fuck it baby let's do it. Out of my league, nina që nuk jëm piktuit. Flowin e ko fluid, dripin si me dol për jujet. Spres mujt mjoltit se ma bën mjolt mujen. When you call me tonight, can I catch a feel when you feel me so right? I don't think it's fair to wanna go away. Let's go Bjënd, rundi dyt. Ma ka mori noti pak, amo nuk I low fight. Zamër hajde pak ma ngat se then I don't bite. Dikur jem kon the type që bëhet haj me low lives. Ajo do këtë film qëre do këtë so fly. Me mu për me kontru,
Shorty don't mind, pina cannabis to reminisce për old times. Shine bright like a limelight, gjithën spotlight. O ka duket film, gjithë për të showtime. Kallëzëm ku jemi pi me ngre, deri dilli del. Me ty ma tan, kallëzëm ma vjen, unë kur thirin tel. Se tu li faminimi, ju m'silët kur jam me ty. She wanna get freaky, so eri që m'kshyrën sy. Jem ka du me vibes, po du veç mu dok. E kur jena ngat, s'mujna me gon shok. Walking red flag, notën një si y e ti. Jam drejt që disponimin e po m'bëm u pytje se Can I catch a vibe when you call me tonight? Can I catch Super a bjonde, feel super when you artea. feel me so Yeah, shout out to Catch a Altea. vibe. think it's fair to want Mos u dashuroni, Valina. Kto janë rrena. Mos ka bën! Ja i gore po bëj knash nu. A mu mos u dashurën. Ja mos u dashuroni. Se haram. E kam njonin, qëta është kam e kënu. Na i ke po mdoket. E ka një farë shqiset gjosht. Okej, DJ Enz. Bjën shtash peknojna kongën e fundit që kemi na performu. Yeah. Sot i kena zgjedhë 5 sene mi performu. E fundit për sot është shisa e gjosht. Okej, Bjën, për performancën e fundit për thirëm edhe Tionin. Qaj e të lypa verë qëto. Nuk kena porosit vëllë, vlo. Skemi si. Ku janë gjatë hamburgera? Tion, thanks që na erdhe. Gjithmonë. Tioni është abonu në Orë Studio çdo javë këtu. Ma lirë se Netflix e na vlo, më stanin. Do ndëgju sa mona mi morën në A përdojnë qëto? Na kanë qëllu, Tion. Foli ki, po, mos të më thërë. Okej, DJ Enz, e kena special guest Tionin prej Detoxan. Detoxan. Hey, what up? Toxikat. Yeah. Hajde po shkojna me shisën e gjosht, Bjondi, Fit, Tion. Yeah. Let's go. A je ti anë? Shpërthan e bitën. On. Let's go. Hara. Got the sixth sense. Yeah. It don't make sense. Got sixth sense. Hara. Yeah. Safe të say ose kom safe të lek të marve qa bin to. Syza dilet vnuc mi syta bien to. Sa le dalin komplekset pak ta tipa mu bo tok. Gjithë e moj creative edhe kur po hin survival mode bang. Artificiali vet me sen që këta kan boj me art. Ba dyshim se dyshet e për ndryshe falcën gjak. S'muni me dhejs pa mun kontakt. Si një pros dhe me kontakt. O so rat bohen so krat. Kom fjar turta miron qat. What it do? In beat a mos dal pi vetës. Jom full drip sense of all krejt pi njerësës. Pun vet mija gjithë i groj fot ja les tipat lypin drejt sinse. Zdin mi hik thesës. Po lëvizi low key si keset mas banesës. Smoking me Bjondin high like an angel. Mos na thuj homie qa tere kur na dhezëm. Drop it like it's hot ejo art merë shkrepsën. Merë shkrepsa. Yeah. Ku është shkrepsa? Pa kultur të t'kulturu, s'jam të mujt as m'ju duru. Me ju ngu du me luntru, trupi ju me t'u lundru. Jena për afert për ju t'njejto bro. Dyt Alexander on e great i gjoke, mu siguru të t'kuturu. M'kryëm nesh, se japi as e mishtit si Virginia ti e mesh. Kitë kuzhine nuk e din që mena wish. Sikur prem do me 10 vjeqarin. Reperat sikur fmi, ja ka nis me m'shku për really dangerous when I be on it. You can be beyond it, rimat rjedhen si kran. Zoni mus njët nëse si e të joni nër tok. Tu i ples, këta nuk njën nezo. Jem antidote toxic, share lizën enzo. Pën kjet bot që ditëm, që shmoj me që ditën. Tu i qët si m'parno mi bore, po qëllë ditën. Ashte I got the sexy sense. Bëj me sick friends, averi ka ngrejn. Pytimi mun me mytitën. Ta ka deki gangrena. Kush ka kalzu? Qysh be ma kërë? Azi, Google. Ej, Tion, falenderit. Falenderit. Ishte vetëm me Ma imja. unë boj. Falenderit shumë. Bjond. Yeah. Uh, A pe bëtho mëllën për shpjë. Më tharë gjatë hamburgera, vlo. Po më interesën, qka Okay. mas i pis? Qa kim planë mas i pis? Tash të i del kjo emision ka randel edhe një pi. Okej, sa po dhu që qa shkena me zgoda, jo. Bal. Më zdanin. A e ko am një tokis Shqip. Okay. Shumë të këshyrë so kongë mi shtia. Dëm po mendoj me bot i pi ta mën që tash me një Okej. 3-4 sene pas. Edhe tani ku me qitë albumin, do spota janë të kryme, kom features
edhe me basically testradës, a që apo di. Okej. Autostradës. Me konekina e features, a më nësë më na... Smoj. S'mënë. Ja, Ma mirë se mos pe jinxëm se... Se po prishna. Okej, bjën të rojna shumë sukses. Ej, to zanë. Falenderit shumë që bënë muhabet edhe që performove për neve. Po, nas po të lojna me shku se tash e ki sfiden me DJ Enzin. Shaj se me blyma, vishte në zajre shazon. Ja, këthej telefonin mrapsht. Është segmenti artisti kundër DJ-it. Enzi ka milshu 5 bita, një ka një. O da jo në pja rejt tekstet e mija, e li mo kongë të tjerë. Hajde ta këshyrëm pak... Hajde. Dëgjus të dashur, kjo është segmenti artisti kundër DJ-it. Mundi me lujt edhe ju në shpinë në vetur, ku dhe që po na dëgjoni apo shikoni. Hajde apo mundi mja qëllu edhe ju. Hajde. Shkojna me kongën e parë. Old They see school. me rolling, they hate it. Kur e kënën? Ka milioner. Ka milioner. 1-0 në minutë pare. Rënë e stozën vlo. Okej. Këto e dinë edhe nona jam. Këtë kongë. Spedim? Qëtën të në gjëm. Jo. Ja, ku ma arru emnin. E di që Lil Wayne më duket është. Lollipop. Ti kush kallzej? Jo, Lollipop e di, jo. Taj se më pon Mos vjen. këshirë gjane, veç të këshirë. Jes këshirë, se më jam morre. 2-0 për Bjondin. Hajde. Hajde të këshirëm. Kur kërësëm për mu në Enzin dhe ishtë tash. I dab të ki. Hajde shkojna me kongën e tretë. E di që ta. Du. Nëse kjo I woke up in a new Bugatti. Po, kallzan atë. Early Krosi. I woke up in a Bugatti, hajde. Po, ishtë kush e kënanë? Early Krosi. Ja. Kush? Ja, se kënani krosi. Ti janë? Ja, okej, nale, 2-1 për Enzin. 2-1. Ace Hood. Ace Hood është artisti. S'ja kësha qëllu. Okej. S'ja kësha qëllu se këgja bit Erik Rëski ke. Se një Ace Hood në generatare. Kjo generate jonë. Ajde krema. Hajde shkojna me... Are. Every day I'm hustling. E që kjo është... Erik Rësja. Okej. Te i pa të qutë jo një hamburgera një. Me voltë. Pa t'ja për bakshish për më nukët. Jo si të jashish. Të që jashin. Hajde shkojna... Fitoj Bjondi po. Po të vishë të knaj. Ja, go make me lose my... DMX, ja, Ramet Lia. Rest in peace DMX. S'kon mësës. Dësh me zgjith do bita ma të ronë se qëtu. Edhe tezja e mi qëllën. O, kina full me do para se morë. Po ti ka qupë më duke. Me ka quzi ku di e vle. Okej, Bjondi e fitoj lojen këndër DJ Enzit. Bjondi na boni muhabet, na performoj. Bjond, falenderit. Kina kalu super. Për në me. Super. Falenderit. Ki ti shka për me shtu për fund? Qa me shtu. Veç e të Në prej. emisionin se boba është. Veç shqipet kishës është. Ta o zara. Me ik pi qalë supportit. Bjond, falenderit shumë edhe njerë. Të rej shumë sukses. Thank you shumë dëgjus të dashur. Me neve ke Bjondi, një super artist nga Prishtina, një artist që shumë shpejt ka me buj. Kjo ke ketë me mu Fesionikun në Radio Dugagjini, Or Studio, me neve ke dhe DJ Enzi. Falenderit edhe stafit, falenderit Trimit, falenderit edhe Arit, falenderit edhe krejt juve për mas atje që na supportut. Shuplaka s'keni rej shumë për s'ka lidhje. Falenderit shimi javën tjetër.